Të dëmtohet shëndeti nga ajri ndotur mund të kërkosh dëm shpërblim nga shteti. Superstacion për kontrollin e ndotjes. Për herë të parë, qytetarët shqiptar do të kenë të drejtën të kërkojnë kompensim nga shteti kur shëndeti tyre dëmtohet nga ndotja e ajrit. Në projekt ligjin e ri për cilësinë e ajrit theksohet se rregullat se si do të funksionojë kjo praktik do të caktohen me vendim të Këshillit Ministrave. Çdo person që ka pasur dëmtim të shëndetit si pasojë një shkelje serioze të detyrimeve të përcaktuara në këtë ligj nga autoritetet kompetente, të kryer me dashje ose nga pakujdesia, mund të kërkojë kompensim për dëmin e pësuar në përputhje me legjislacionin në fuqi, me kush që të provohet ekzistenca e një lidhje drejt për drejt shkaksore midis shkeljes dhe dëmit, thuhet në nenin 19 fraksion 1 e drejta për të kërkuar kompensim. Thuhet në projekt ligj mund të ushtrohet pas kalimit të 10 vjetëve nga momenti i kryerjes së shkeljes. Njëkohësisht, përmes ndryshimeve të propozuara, thuhet se Shqipëria do të ketë një superstacion monitorimi që monitoron disa pika matje për të mbledhur të dhëna fatgjata për disa ndotës. Nëse në relacion theksohet se matjet për cilësinë e ajrit, ndërsa në relacion theksohet se matjet për cilësinë e ajrit deri më tani kanë qenë të cunguara.